E kanë ditë të ata, po është problemi që përdojmë e kesh fridzu për propagandë zgjedhore. Nuk e dëmë tonë, hiç më shumë zë për punë. Problemi është ma i thellë se sa i komunitetit sërb, sepse të gjitha veprimet e qeverisë që i kanë ndërmorë në veri, përderisa nuk kanë qenë të koordinuar me Shtetet e Bashkuara, megjithatë një hap i tillë nuk është ndërmarrë. Normalisht që çështja e komunitetit sërb është çështje sensitive, duhet pranojmë, është një çështje e cila është sensitive, mirëpo ne jemi pajtu kur është shpall pavarësia e Kosovës që ata do trajtohen në mënyrë të caktuar, në bazë disa provizioneve kushtetuese. Edhe një herë, nëse lexon atë deklaratën e ambasadës amerikane, nuk është vetëm për komunitetin sërb. Është edhe për probleme tjera të cilat kanë të bëjë me ndërhyrjet institucionale, ndërhyrjet në gjyqësor e kështu me radhë, duke përfshi edhe përfshirjen. Dëgjoj, përderisa nuk ki një akt ligjor me të cilën e vërteton që personi caktuar ose partia caktuar ka të bëjë me lidhje terroriste, ti nuk mundesh në mënyrë arbitrare mos i certifikosh. Mos certifikimin mundet me bë vetëm gjykata, jo një trup politike që është Këshilli Komisioni Qendror Zgjedhor. Do thotë rruga me të cilën është ndjek rruga me të cilën është ndjek çështja e mos certifikimit është një rrugë komplet politike dhe se nuk janë përdor mjetet të caktuara me të cilat ti e vërteton nëpërmes një procesi dur gjyqësor që kjo është një parti e cila është ndërlidhur me terrorizëm ose kështu me radhë. Kështu që kjo është ajo që ndodhi në Komisionin Qendror Zgjedhor duket një arbitraritet politik dhe normalisht në një rast kur ka arbitraritet politik të gjitha vendet reagojnë sepse është në kundërshti me vetë rregullat e tona të cilat na vetë kemi vendosur. Profesor? Thashti këtu u folë shumë, por me lista sërbëse unë e marrë se në vitin 2013 isha antari Komisionit Qendror Zgjedhor. Edhe me thonë drejtën unë atëherë kam dashur mja prej vesh. Figurativisht. Po, jo edhe figurativisht edhe praktikisht. Për shkak se ata na kushzuan me hyrje në zgjedhje me flamur të Serbisë. Edhe aty në tavolinën e Komisionit Qendror Zgjedhor ata djem të ri edhe çdo moment ju vishin telefonatat prej liderëve se lëshoni pe. Unë dala dhe më duke logjike me hi lista sërbska atëherë me hi me flamur Shqipnisë. Të Serbisë. Se nuk ka po këtë Shqipni, po. Po, nuk ka po këtë Shqipni. Edhe aja gabu, është lëshu një shansë atëherë, 2013. Pastaj, nuk jam dakord me kolegun që më thotë jam dakord në njërin variant kur thotë që është dashur më herët. Jam dakord me të që është dashur më herët të veprojë gjyqësia, prokuroria për me bo të legjitimu listën sërbë. Për me bo çashtu që është. Por serbët lista sërbske përdorin taktike, ndroi kryetarin, nën kryetarin e futin një, do të thonë u vonu. Jam dakord me ato që po thot në Komision Qendror vendimi, se e kam ditë Zapi ka me kthy për shkak se ata i kanë të garantuara me kushtetutë të drejtat e tyre, që nuk i ki askënd botë. Është një super diskriminim absurd edhe krejt kjo... Pse kjo bo? Unë besoj që edhe lëvizjave të vendosja e din këto. Pse është bo? Është bo për propagandë politike para zgjedhore. Tashti, unë nuk jam asë një parti politike dhe nuk mëj me... Asë unë nuk jam, po problemi këtë kjo është du mu ke shfrydzu. Në këtë rast është gabimi vetë vendosë, unë edhe publikisht e kam thonë këtë. Se nuk unë është përmes Komisionit Qendror Zgjedhor me kontestu lista sërke. E kanë ditë të edhe ata, po është problemi që përdojmë e kesh fridzu për propagandë zgjedhore. Po mirë, për vota ma shumë. Po se cila parti i bën, do me thonë, kalkulimet e vetë. Po jo se për dëmëton Kosovën, se kja po ka kosta. Ja, nuk e dëmëton, hiç më së mërzit për punë. Se këta janë, do me thonë, kanë, unë e ti mund në flasim që dush, por nuk jem dikim. Do me thonë, pushteti de facto dhe de jure është tek politika, tek qeveria. Pra, ndërka që këmë vërë që tjetër që u kryu me këtë përfaqësuesin sërb, unë me ndaj prapë është një kalkulim.